Papa Leo XIV kremtoi meshën e tij të parë në Kapelën Sistine në Vatikan në një ceremoni solemne ku morën pjesë të gjithë kardinalët. Kjo meshë e parë e papatit të tij u shënua me tone të thella reflektimi dhe një thirrje e drejtë për një kishë të përulur dhe dëshmitare. Papa e nisi me një hyrje të shkurtër në anglisht, duke kujtuar psalmin: "Do të këndoj një këngë të re për Zotin, sepse ka bërë mrekulli jo vetëm për mua, por për të gjithë ne." Më pas vijoi në italisht me leximin e homelisë ku theksoi sfidat që besimi përballet sot. Figlio del Dio vivente. Ju më keni thirrur të mbaja të kryq dhe të betohem me atë mision, dhe e di që mund të mbështetem tek secili prej jush që të esni me mua, ndërsa vazhdojmë si kish. Edhe sot nuk mungojnë kontekste ku feja shihet si diçka absurde për njerëz të dobët apo pak inteligjent, kontekste ku besimtari përballet me tadhje, përbuzje dhe përjashtim. Një ditë më parë, Kolegji i Kardinalëve ka zgjedhur Robert Francis Prevost nga urdhëri i Shën Agustinit si papën e 267 të Kishës Katolike. Pas një ditë e gjysmë në izolim nga bota e jashtme dhe 4 raundesh votimi, konklava prej 133 kardinalësh arriti konsensusin për kryeun e ri të Kishës Katolike dhe sovranin e Selisë së Shenjtë të Vatikanit.